Para ditën e kësaj të hënë nisur dhe nga dita e pushimit, plazhi i Durrësit frekuentohej nga qytetarë të shumtë, që i gëzoheshin diellit pranveror dhe qetësisë që ofron vija bregdetare në këtë periudhë. Pjesa më e madhe preferonin xhirot përgjatë shëndetores bregdetare, ndërsa voglushët i gëzohen rërës dhe këndeve të lojrave. Shumë bukur, koha e bukur, diell, njerëzit kënaqen, pim një kafe si pensionista dhe shkojmë në shtëpi. Mjaft bukur. Është shumë e pranueshme. Sigurisht është më bukur tani, sepse pastaj ka shumë mude, është vape madhe, tani është ultra, më bukur se tani nuk ka më. Do e sfidoni motin, do futeni edhe në det? Po, do hyj. Më pëlqen det. Shikoj ndryshim të jashtëzakonshëm. Dhe jam shumë e kënaqur. Bregdeti i Durrësit na duket shumë i mirë, me kënaqësi bëjmë edhe ne xhiro. Është një vend i preferuar nga ju? Është shumë i preferuar. Tashi që s'ka njerëz shumë. Por në sezonin, sidomos në gusht, këtu është katastrofë. Çfarë po bën ti tani? Po bën Xhiro. Me kë po e bën xhiron? Me nanën. Të pëlqen plazhi ty? Po. Pse të pëlqen? Është bukur. Shumë mirë, shumë bukur, i freskët, i pastër, i rregullt, shumë mirë. Mu pëlqej gjithmonë plazh. Plazhi është i bukur. Dhe Durrësi është më i qetë se Tirana. Në sipërfaqen e rërës janë ende mjaft të dukshme, sistemimet që po bëhen përgjatë gjithë vijës bregdetare për zgjerimin e saj. Ndërkohë shumë biznese po kryejnë riparimet e nevojshme para nisjes së flukseve turistike. Në mesin e muajit mars në Durrës ka nisur të mbërrinë turistët e parë, të cilët sinjalizojnë afrimin e sezonit veror. Për vendasit, pavarësisht investimeve të realizuara përgjatë viteve të fundit, ka ende shumë për të bërë në drejtim të disa shërbimeve bazike. Duhet bërë shumë bukur, bërë shumë punime, po du të keti qik edhe për kosha. Po bëjt 2 kilometra, nuk po jej kosh me hudh banane që hongra. Pra keni 2 kilometra me banane, lëkurën e bananes në dorë. E s'po jej kosh. Nuk në pëlqen se është pa pasërti. Kosha plerash nuk ka, edhe i hedhin plerat çdo njeri të pandërgjeshëm, vendet pa vend. Ktu nuk ka baje publike, fal për shprehjen. Gjaja më e keqe e këtij Durrësi tek vite. Është fatkeqësi e madhe. Duhet bëhen edhe tualete, duhet bërë se s'ka fare, se plazhi uji bëhet i papastër. Këto janë më kryesoret, tualetet. Moti i ngrohtë që ka karakterizuar qytetin bregdetar këto ditë, ka ofruar mundësitë optimale për shumë qytetarë vendas, por dhe ato nga Tirana e të tjerë të shijojnë plazhin e Durrësit.